Më datë 3 prill, ish-presidenti amerikan Barack Obama mbajti një fjalim të fuqishëm në Kolegjin Hamilton në New York, ku theksoi rëndësinë e mbrojtjes së parimeve demokratike përballë sfidave të kohës. Në një mesazh të qartë dhe të drejtë për drejtë, Obama u bëri thirrje qytetarëve të kundërshtojnë shtrembrimet e demokracisë që sipas tij po përhapen gjithnjë më shumë, duke i referuar politikat dhe qëndrimet e administratës aktuale të Donald Trump. Fjalimi i tij u shoqërua me një analizë të thellë të ngjarjeve politike dhe sociale të kohëve të fundit, ku Obama kritikoi rritjen e tensioneve politike dhe abuzimet e mundshme me pushtetin. Ai kërkoi institucioneve, përfshirë universitetet, që të rezistojnë ndaj çdo përpjekje për të heshtur fjalën e lirë dhe për të cënuar parimet e shtetit ligjor. Zyra më e rëndësishme në këtë demokraci është qytetari, i cili thotë jo nuk është e drejtë, u shpreh Obama, duke theksuar se është detyrë çdo individi të mbrojë vlerat demokratike dhe të luftojë për ato ideale që e kanë bërë Amerikën të fuqishme. Në pjesë të tjera të fjalimit, Obama reflektoi mbi periudhën pas luftës së dytë botërore, kur një konsensus i gjerë ekzistonte mes demokratëve dhe republikanëve për të mbrojtur parimet themelore të kushtetutës dhe të drejtave të njerëzit. Ai theksoi se pavarësisht dallimeve ideologjike, ishte e rëndësishme që të gjithë të mbaheshin përpara një sistemi të drejtë dhe të barabartë. Megjithatë, Obama u shpreh se ky angazhim ndaj parimeve demokratike është gërryer në kohët e fundit, duke përmendur rritjen e fuqisë së qeverisë dhe ngushtimin e hapësirës për mendimin e lirë. Ai gjithashtu nënvizoi se rritja e pabarazisë ekonomike dhe politikat e shtrembruara janë disa nga faktorët që kanë kontribuar në këtë krizë të besimit ndaj institucioneve. Në një moment tjetër, ai kritikoi ashpër administratën aktuale për presionet ndaj universiteteve dhe firmave ligjore që mund të ndihmojnë individ të cilët janë kundër politikave të administratës. Kjo lloj sjellje është në kundërshtim me kompaktin bazë që kemi si amerikan, tha ai, duke paralajmëruar se kjo mund të dëmtojë thelbin e demokracisë. Fjalimi i Barack Obamas përfundoi me një thirrje për qytetarët dhe studentët e kolegjit, duke theksuar se nuk mjafton thjesht të mbështesësh një ide, por duhet veprosh dhe të sakrifikosh për të mbrojtur atë që është e drejtë. Ai përmendi rëndësinë e mendimit të lirë dhe mbrojtjes së të drejtave të njeriut, duke shtuar, nëse nuk do të luftojmë për këto vlera, do të humbasim atë që kemi ndërtuar për kaq shumë vite. Ky fjalim, i cili ka tërhequr vëmendjen e shumë analistëve dhe qytetarëve, ishte një mesazh i fuqishëm për nevojën e ruajtjes së demokracisë dhe respektimit të shtetit ligjor, veçanërisht në kohët kur ato po sfidohen gjithnjë e më shumë.